Kjo xhaket që unë vesh sot, kushton 30.000 euro. Po. Që një xhaket, sepse ka diku 450 orë punë, që është qëndisur, mbi një kashmir. Kjo kushton 30.000 Kjo kushton. Dalim të gjira bashkë. Sara se një dakord me ty, nëse do dalim të dy. Dua të them diçka, sepse ndoshta unë absolutisht nuk dua t'i ul brendet, unë kam punuar për një brend shumë të famshëm për 6 vjet mbas shkollimit tim në Milano, dhe një gjë që di të them, kam dizenjuar çanta për atë brend. Një çantë prodhuar nga i brend që shitet diku 2.500 euro ka 50 euro kosto. Po, për koston ka një... Tania vlen, ti japësh 200... Doli skandali, më falë, Lorena. Po? Doli skandali publik, botror, që prodhoshin në Kim dhe shqitshin në shtetë merr gjitha të çmim. Më fali sekond. Shet brendin. Kur unë mund të sot e njofa zonjën, e porosis i them dua një xhaket, dua një palpandallona, dua një këtë. Por në mes shëndron shumë faktorë të tjerë, që ka të bëjë si fillim, njeriu gjatë gjithë jetës së tij ka luftuar për statusin social. Të doja të thoj. Këtu të dalim. Gjigju rutina. Rutina për gjigju Të keqen tani. Kemi nevojë për brendin për t'i krijuar vetëm një status. Ornela kam një Sepse nuk e kemi një status, se në momentin që e kemi një status. Ja, unë kam status, nuk më intereson fare. Në shembull Ornelën tani që ajo se ka statusin të shkruar. Fare. Po, sepse nuk ishte. Nuk ka emrin tim Bajes të Latos. Po e ke këtu brenda, pra, e ke këtu, sepse ti e di kush je. Ornela është një personazh. Dhe ne bëjmë veshje bashkë, se ajo shumë veshje që unë mund të kem në stilin tim, nuk i ka ajo në dizajn, dhe nuk i vesh. Nuk pranon ti veshi. Si shpjegohet kjo? Këtë shpjegohet. Më lejoni. Këtu është elementi, kemi ardhur në momentin e elementit psikologjik. Pra, në momentin kur individi e përdor veshjen si një element që plotëson identitetin e tij për të shfaqur identitetin e brendshëm të tij. Jo, pritoj se Është koherencë me veten e tij të brendshme, është shumë bukur. Estela Se ti mendon se këto të tjerat janë pa koherencë? Dhe kush më shumë se Estela që është stilist do ta veshë xhaketën që e vlerëson. Por Estela është një produkt tani. Ma mbani çike kjo çanta, çanta është kjo. Sak, çanta është kjo. Ose dikush që kjo është Louis Vuitton. Tani ku çantën? No. Këtë çantën goca. Është ndrum bukur dhe reflekton. Këtë çantën e ka një shoqja ime dhe kur ulet në koltuk, zë gjysmën e koltukut e çanta. Pra ajo raton çantën një herë. Vërfulli. Po, pastaj ratohet vet. Jo, me që po flasim është element i dukshëm i komunikimit jo verbal, i cili jep mesazhin look at me. Look my bag. Look my bag. I'm important. Më shiko mua se unë jam specializuar për çantë. Ajo identifikohet nëpërmjet çantës sepse nuk ka vlerë vet brenda. Më kupton? Një person masakrove fare. Çai bën. Rutina ktheu andea. Po flasim me Rutina ktheu andea. Në momentin ashtu siç. Ore me rus.